Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ajo piu një lugë uthull mollë çdo ditë dhe pas një jave nuk e besoi rezultatin. Kur të zgjoheni në mëngjes do të zhduke në dhimbjet e barkut dhe të lugthit, por edhe era e keqe, niveli i lartë i sheqerit, por kohë pas kohe edhe shtresa dhjamore. Cilësitë e mira të uthullës së mollës, shumë mirë e njohim, mirë po ekzistojnë edhe ato të cilat nuk janë edhe aq të njohura. Këtu ne do t'ju tregojmë cilësitë ndër më të mira të uthullës së mollës, të cilat ju mundet i përfitoni në qoftë se vendosni të pini një lugë të vogël para gjumit, dhe kështu ne jemi të sigurt që shumë shpejt do t'ju kalojë në një shprehi. Nuk do të ndjeni uri para gjumit. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë ky person. Uthulla e mollës ka aftësinë të luftojë grumbullimin e djamit në trup dhe gjithashtu ajo arrin që të reduktojë oreksin. Uthulla gjithashtu përmban pektinë e cila relakson trurin, kështu që kur ju të ndjeni të uritur para se të flini, hiqni duart nga çokolata dhe përzieni një lugë gjelle uthull molle në një gotë ujë dhe pijeni. Trajton dhimbjet e fytit. Bakteri përgjegjës për dhimbjen e fytit nuk mbijeton dot në një ambient ku ka uthull molle. Merrni një lugë çaj me uthull dhe kalojeni një orë para se ju të shkoni në shtrat. Lemza do të zhduket. Uthulla e mollës stimulon nervat përgjegjës, të cilët janë për lemzën tuaj dhe sigurisht ajo do ta largojë atë dhe do të bëjë që nervat ta harrojnë lemzën. Një lugë çaj me uthull molle e tretur në një filxhan me ujë do t'ju ndihmojë ju për të harruar. Gjithashtu uthulla ju ndihmon edhe për të çliruar hundët e zëna. Uthulla e mollës është e pastër me magnez, kalium dhe vitamina B1, B2, A dhe E. Pastron gjithashtu mukozën dhe njëkohësisht pastron edhe sinuset tuaja. Përzieni një lugë çaj uthull në një gotë me ujë dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni në shtrat. Rregullon acidin në stomak. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë nivelet e acidit në stomakun tuaj. Thjesht përzieni një lugë gjelle uthull në një gotë me ujë dhe pijeni përpara se të shkoni në shtrat. Rregullon frymën e keqe. Bakteri në gojën tuaj është për këtë shkak, siç e tham edhe më parë, uthulla e mollës do të vrasë këtë bakter duke ju lënë gojën tuaj të freskët. Ju duhet të merrni një lugë çaj uthull molle para se të shkoni në shtrat. Redukton në dhimbjet e stomakut. Gjithashtu, uthulla e mollës ju ndihmon që ju të harroni pagjumsinë gjatë natës, e cila shkaktohet nga dhimbjet e stomakut tuaj. Ju nuk do të keni më probleme me gazrat në stomak apo edhe me fryrjen e stomakut. Gjithashtu, kjo recetë ndihmon që ju të largoni edhe shtrëngimet dhe djegjen e stomakut. Përzieni një lugë çaj uthull molle në një filxhan çaj me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni për të fjetur në shtrat. Ndalon njëkohësisht keqtretjen. Pagjumësia është e lidhur ngushtë me digjestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon në problemet me fytin dhe përzierjen. Përzieni një lugë çaj me uthull molle dhe mjaltë në një gotë me ujë përpara se ju të shkoni të flini gjumë. Gjithashtu uthulla e mollës, sipas ekspertëve, arrin që të reduktojë edhe dhimbjet e gjurit. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesor të dhimbjes së gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është njëkohësisht e pasur edhe me kalium që ka aftësinë të reduktojë dhimbjen dhe të rregullojë balancën në qëndrimin e trupit. Ul nivelet e sheqerit në gjak. Nivelet e larta të sheqerit në gjak është një nga problemet më të larta që njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia kanë.
Uthulla e mollës mundet të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës duke reduktuar nivelin e sheqerit në gjak dhe duke reduktuar dhe sheqerin. Ju duhet të merrni rregullisht 2 lugë çaj uthull-molle për këtë problem. Uthulla e mollës nuk shërben vetëm për vlerat e saj në kuzhinë. Fal elementeve të saj të acidit acetik, ajo mund të jetë e domosdoshme edhe për bukurinë tuaj. Uthulla e mollës gjithashtu ka një ndikim të mirë në shëndetin e bukurisë tonë për flokët, lëkurën, zbardhjen e dhëmbëve dhe gjithashtu eliminimin e variçeve dhe njollave kafe në lëkurë. Përveç këtyre, fal elementeve të saj, ndihmon edhe në tretjen e ushqimit, shpëlarja e flokëve. Në mënyrë që të keni flokë të shëndetshëm, ju duhet t'i shpëlani flokët me uthull molle. Acidi acetik i uthullës heq mbeti dhe forcon flokët. Ajo eliminon bakteret, heq zbogthin dhe lëkura e kokës u jep shkëlqim flokëve. Tonifikon lëkurën. Njomni pak pambuk me uthull dhe lyeni me të pjesën të fytyrës, hundën dhe ballin. Ajo parandalon skuqet dhe aknet e padëshirueshme. Fryrja e këmbëve. Hidhni uthull molle në ujin e banjës së këmbëve për të qetësuar fryrjet e këmbëve në fund të ditës dhe për të eliminuar bakteret që shkaktojnë erën e pakëndshme të këmbëve. Zbardhja e dhëmbëve. Shpëlani gojën me uthull molle në mëngjes dhe në mbrëmje për heqjen e njollave, zbardhjen e dhëmbëve dhe eliminimin e baktereve të cilat shkaktojnë erën e pakëndshme të gojës. Variçet. Uthulla e mollës stimulon qarkullimin e gjakut dhe pengon fryrjen duke i bërë enët e gjakut që ato të duken edhe më pak. Ul njollat boj kafe. Uthulla e mollës përmban sulfite që luftojnë efektet e moshës duke i bërë ato që të duken më pak njolla kafe dhe duke e bërë lëkurën tuaj akoma dhe më të bukur. Hidhni uthull molle në ujin e vaskës dhe lëreni që të çlirojë trupin tuaj nga të gjitha toksinat. Gjithashtu, uthulla e mollës do t'ju ndihmojë për të trajtuar një sër problemesh shëndetësore, por edhe në lidhje me bukurinë tuaj, prandaj duhet që ta përdorni atë sa më shumë në mënyrë që ajo të lehtësojë jetën tuaj. Uthulla e mollës mund të ndihmojë me disa probleme të vogla shëndetësore. Uthulla e mollës është një deodorizues i shkëlqyer natyror për këmbët tuaja sepse vret bakteret të cilat shkaktojnë erë. Derdhni uthull gjithashtu mbi pelena për fëmijë ose peshqir letre dhe fshini këmbët. Ju mund t'i ruani edhe këto në frigorifer dhe t'i përdorni kur është e nevojshme. Uthulla e mollës ka veti antibakteriale dhe mund t'ju vinë në ndihmë në qoftë se keni dhimbje të fytit. Provoni të përzieni një lugë gjelle me uthull molle me 2 lugë gjelle mjalt në një enë me ujë të ngrohtë ose t'i bëni vetes 1 filxhan çaj uthull. Është mirë që të përdorni uthull molle nëse pësoni një djegje nga dielli. Karakteristikat antiseptike të këtij produkti do të parandalojnë që djegja nga dielli të infektohet. Spërkatni zonën me një përzierje të uthullës me ujë në aty ku jeni djegur dhe derdheni përzierjen në një pecet dhe e lagni më pas butësisht në lëkurë. Uthulla e mollës është një shërues i mirë për lëkurën e kuruar dhe irrituar. Shtoni disa pika uthull në një copë pambuku dhe hidheni në zonën e prekur. Përdorni uthull molle organike me sediment në pjesën e poshtme të shishes. Ky sediment përmban enzima dhe baktere që qetësojnë lëkurën tuaj të irrituar. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.